Tani erdhni çajetuesi e ma boni, tha o majmun, kujna po do ti me qel rast. Unë e që kisha telefonin në gjep. Ma boni tha kriminal policaj, gjëmënesht. Thash mos ma najgare me mu, thash se s'ko mordën, thash me ba hajgare. Mu ka vyt nga të dhe ma kam shu, bam shu blok. Do me thonë pe 10 metre distancë. Shikues të nderuar, java që po e lëm pas pati një seri skandalesh në policinë e Kosovës. 2 prurë të lartë të policisë u suspenduan për shkak se u përfshin në një aferë ku u liruan një biznismen nga Peja. Një nën kolonel dhe një toger u suspenduan e më pas edhe u paraburgosen për këtë aferë. Edhe në zona tjera të vendit pati disa incidente ku policët të i kaluan kompetencat e tyre gjatë punës. Disa suspendime të tjera ndodhen për shkak të dhunës dhe brutalitetit policor. Gjatë muajit qershor në Kallzo.com kemi raportu për disa raste ku policët e Kosovës janë përfshirë në veprime të dyshimta dhe në afera të keqpërdorimeve. Pas publikimit të hulumtimit për eprorët policor të Pejës në Kallzo.com kemi marrë një denoncim tjetër mjaft serioz. Dardani, 38 vjeçar nga Ferizaj, pretendon se është goditur nga një polic brenda stacionit të policisë. Sipas ligjit, policia nuk guzon të ra askënd, të paktën jo qytetarë që nuk rezistojnë dhe nuk paraqesin rrezik për sigurinë. Të jemi të qartë, shikues të nderuar, Dardani nuk ishte shku në stacion si i dyshuar dhe nuk ishte i arrestuar. Ai kishte shkuar në stacion për të raportuar një sjellje të një polici tjetër të Kosovës. Por, sipas dëshmisë së Dardanit, ai doli nga stacioni i goditur me shuplak nga një zyrtar i policisë. Une me të 23-in gjashtin, qëti muhi, para dedetve, ka bo gruja ndeshën një më konë fjetë në gjëmë medial. U konë ora 4:02 minuta. Kër më thiri gruja, tha hajde tha se këmë bo ndeshje, shkova të venin gjarës, fshatin Lëshkabare. Lojza, më falë, në Lojza, drejtem qëtimes. Kër shkova atë, ke kitë në regullë. Edhe policët kër erdhën venin e ngjarjes, o konë ketë në regullë. Mu vrasi që në vra, po o konë që të mirë. Tani jetuesi i policisë më tha, merë veturën edhe shkoni në spital, për spitalit vini në stacion. Të shku për spital të FSK-ja të rrejtë atë, më noli një fare polici me edhe tha me ka një rrejtë. Thash o zotni, thash e kam gruën në spital, thash me kërka nuk i më rrejtë. Thash nësë jam një gjallë që rrejna, jam bovi 2.000 lem rahat. Janë nisi të mbërtit, mus levezu sjell pak si keq me mu. Qysht ka bërtit? Që të ka thonë? Rrej që to mës levez të ta verifikojna me ka një rej, thash. O me kërkan që më rej zëtni e kam gruën keq. Ka dhimt me ambulant ka shku në spital. A kej polici në patrol? Në patrol. Apo qysht ndali? A pat në arsye pse të ndali? Kur farë arsye heq, veç që më dur për para. A ke me radar, a ke me diçka? Pa radar heq, veç mi hopi durt para kerët edhe më dur për para. Edhe më bërtiti që reqeto mës levez, unë i thash jam duna me shku, jam mës levez, verifikohet thash që u boni ndeshje, jam të shku të gruja, të lutëm. Edhe thash mës më bërtit. Tani tha hec tha hop. Më erdhëran, edhe isha në stres të rus. Kur shkova në spital, e poshtë që është mirë, masa të i të thirën një në ndyshin, thash lidhë me shefin e ndërimit. Mës jom lidhi me shefin e ndërimit, i thash zëtëri, thash, kam një ankesë. Tha prit veç pak se i shkon togeri sërbë. Edhe ma dha një policë në telefon. Dhe i tregova qysh është puna të ko puna, thash du me bo ankesë, se kja nuk është e drejtë. Edhe thash, ka me pos pasuja për qëtë punë që më pengajnë që si rastin ditet më të fështirat minja. Thash pasuja ligjore. Jo kështu me kërcënua nëjsa. Kore për atyit e mora gruën e qova tani të policia e Frejzajt, deshti me dhonë deklarat, thanë jo hajde nesër. Keto kese, policu s'jel këtë mirë. Tani ma boni rështeri, tha ktheu të e bojnë alaf. Tha shpeqaj gruën edhe kthejna. Dardani flet për një ngjarje e cila është mjaft shqetësuese. Ai në dëshminë e tij ka fotografitë të cilat i ka shkrepur pasi ka dalë nga stacioni i policisë, e po ashtu
ka një raport mjekësor të cilin e ka marrë pasi është trajtu tek mjeku. Në stacion ku ndodhi ngjarja, kishte edhe policë të tjerë, por askush nuk u morë me kërkesën për llogari ndaj zyrtarit, i cili pretendohet se ushtroi dhunë. Sipas ligjit, nëse një policë është dëshmitar i një rasti të dhunës ndaj një qytetari, ai duhet të raportojë atë dhe të ndërmarrë masa për ta parandaluar. Në këtë situatë, kolegët që e panë dhunën do duheshin të hapnin rast në IPK. Mirë po kjo nuk ndodhi. Dardani u obligua që personalisht ta denoncoj rastin në IPK. Shkova në atë, thash, zotni, thash, qështo, thash, du me bënë kes, ta hinë me një dhëmë, hina me një dhëmë. Brenda stacionit? Brenda stacionit më shtenën në fund, edhe poshtë që diçka s'është puna mire, shlova telefonin një gjëzem, se pak si nervas kënë. Edhe më shtenën me një dhëmë, kur erdhën dhe hetus, njona police, emnin e hetusit nuk e di. Edhe një polic qëtër kemë. Tonë 4 polic kemë. Kur ja nisi aja me vetë përshka ke orë, te ke orë, që polici i tregova që qështu më ka ndodhër. A është e drejtë ke punë. Kur e ki gruën në spital, qikin e vogël që u kom kërë me tho, unë e thash si prend, thash jam shtres, thash. Edhe aj mu më ka pengu në që të pika. Tani erdhni qaj hetusi e ma boni, tha, o majmon, kujna po dëti me qilë rast. Unë e që kisha telefonin në gjep. Thash, zëtri, thash, jam të full me ty të rina me respekt. Ma boni, tha, kriminal policaj, gjëmënesht. Thash, mos bana i gare me mu, thash, se s'ko mordhën, thash, me ba i gare. Tha, pëdhjera Marion. Thash, zëtni, merë në gjokin, bëne testin, nuk jam i Marionës. Thash më ka ndodhur një tragedi që si cili prend në gjumë i shtresu. Kja është njërzore. Tha, shprazi gjepat, thash, ju pse? Tha, rështer arrestim, mu më arrestu. Thash, për shka mu më arrestu kanusjet policit. Thash, për shka pas na kanusën, thash, nëse ti mu më shtim bërgë për një vepër që se kom bon, ose pa fajshë mund pa diti për vjellet liris. Tha, shumë për di që sanit, tha, që ti kejtë shakin gjepa. Edhe i qita shakam gjepa, po telefonin në qëzem. Edhe ma më shaj flakaresh. Ma më shaj ka gjasi fartë. Kush të ka godit? Qaj hetusi. Tani dull të reshteri, tha, reshter, tha, shefe, tha, shka u të bonke, që ka në gjithë, është dhe për penale. Aty në dhomë, kush ka qenë prezent kur të ka godit hetusi? Reshteri, a i hetusi qeter, edhe që edhe aja më ka kërcnu masanej. Qysh ka godit me shuplak, me grusht? Më ka vyt natë dhe më kam shu, bam shuplak. Dhe me thonë pe 10 metre distancë. Tha ketë myti, tha, me bo me qëtin të orë. Kjo po pretendoni që ka ndodhur pasi ata e kanë vërejt që ju jeni duke gjiru? Po. Tani, hini të gjeri mrena, që u afru ma nga, se të dera ke kërë ma më shaj shapu. U afru të dera, tha, s'ke bo mirë, tha që ke në gjizu sa u vej për penali. Tha, shak që po ndodhin shumë sene në Ferezaj, që shtë në taj pëlletëve që po më sjellën keq, me qytetarë të shone, për sigurinë të më që në zonë, ku më qitë me në gjizu. Tha, shkërkaj folje nësë është vej për penali, po, unë e vetin do në me mbrojt dhe qysh, se pa drejta janë nisi pifës e kësë dhe jeri në stacion. E ma herët a e ke njofti këtë policin që të kanë dalë këtu të kazenës? Po, sa herë se një herë e kom pas një rast të vogël edhe ju më manku për një policë që atë zahër më ka marrin aute. Ka mundësi. Pra ke pas edhe rastet të tjera kur janë ku në policinë në Ferizaj? Po, se më kanë zahëbot sa herë policia Ferizaj, gjithë më kanë mundës. Gjithë sa herë më kanë zahëbot. Me shikime, me vepra. Edhe tani në malesh që unë anë këna, nuk e doraj, se kur t'jam drejtë zotit, pse po më ucëv da. Që kja është. Edhe që ka ndodhë, pastaj po thu që të ka godit hetusi, të ka godit me shuplak, so herë të ka godit? 3 herë më ka godit shuplak. Po një herë më ka godit që atë kërë më ka diktu që e këmë në gjizu, 2 të nërë për një avdhën kodin e telefonit. Edhe unë e mora frikë.
edhe ja dhash kodin e telefonit, edhe kanë hi keq senet mi kanë fshin, në gjëzimet e keq. Edhe më kanë shti me nënshkru një letër që unë e tërhekna prej ankesës të ati policit. Me njëherë për aty të këmë thirë inspektoriatin, këmë shku të mjeku në spital, këmë bo raport mjekësor që ja ka me veti, dhe e këmë thonë ati të inspektoriatit që është për rajonin Ferizaj, apo takohem që tash, a qysh për ja bojmë, tash se policia tash më kanë godit. Tha vi nesër në 10 ora, më thirë në telefon. Kur e këmë thirë në 10 ora në telefon, i në taku në 13 ora në stacionin policor të Ferizajt. Një ditë pasi në 24. Kur shkova një ora në stacion policor të Ferizajt, i shkon qajetusi me një polis qeter, edhe thanë hajde nalt, hypa nalt, më shtenën me një dhomë, edhe është deklaratën që shka ndodhë, edhe ma boni tha shumë tha po ki problem tha ti me polic. Zyrtari i IPK-s? Thash zotëri, thash pa drejta thashën si dëraj. Keq si baj kërkuj, një fukaro më koni një maj, ama pa drejtat nuk i dëraj. S'ka pos drejta i thash më godit më shuplok, s'kan pos drejt më kërcnu. Edhe leje më arrestu, më ngjitë senet që si kam, që e këmë ka njës polici. Edhe ja këmë kalzu kejtë senet. Në fund, tha, shkën shpe, të lajmë raj. Kër e thira në ora 17:05 minuta, hetusin e IPK-s, ma boni tha, për të prejshë ti. Tha, shka po më thirë tha 100 herë me këtë telefonata. Tha, zëtëri, tha, që jam pole dëmtume, që nuk ka mo argument kja pun, edhe te si hetusi IPK-s, më falë, po ma ban për të pranë. Që kë rosti djehit, që kë mua më ka par djehit, më falë, më ka, që me thonë, non-stop as nautën se më pa flaj, qatë që më ka, ku gudza polici zërtorë një më shutë qytetorit. Edhe ku ka drejtësi këtu me më thonë edhe IPK-s pëse po më thjerë. Ku i në të jetu shka puna, pëse kështë? A është e drejt një prind që ban dikush ndeshje, gruja ti me qikët vetë, edhe je i marakës, ban vakisi cilit njëri i këtruni nuk di shka me bon, është një stres të madhë. Mos s'ka ndodhë dhe një lëndim i ranë në sen, edhe tani plus me bon hajgare që shto policia, dhe plus me të rej. Kjo është e pa legjore. Pos menimit të. E që është janë ligjet në Kosovë, nuk e di. Veç e drejt nuk është. Po këthejmë dhe njerë të qajo dita kur pëthu që ju kanë fut në një dhomë. Sa ora ka qenë për afërsisht? A manin mend dhe sa keni qëndru aty brenda? Për orës 19:02 minuta deri 19:40 te i kom dalë për aty. Qëtë periodë, 40 minuta, sakt. A ju kanë vetë ata diçka rrëth aksidentit të grus, apo veç konkretisht me këtë policin që të kanë dalë? Konkretisht veç me këtë policin që më kanë dalë. Kurse ai polici që ka pos rastin në aksidentit, ata janë sjellë shumë mirë. Edhe alo janë të sjellë mirë. Të me thonë, unë për thamë shka është. S'ka bajt në tashtë aksidenti me qëtë rastin të. Po edhe lidhet me këto se qashtu o kap. Më folë se dhe me avokatën, ma boni tha Dardan, tha mos i s'ki më fakte veç atë fotografin të mjeku, tha ruje, tha se shka s'ka, mujnë me thonë që janë ka bohin gjymë, janë ajsen, kja nuk është e vërtet, nëse thëj. 38 vjeçari nga Ferizaj denonson edhe publikisht ngjarjen që ndodhi në stacionin e policisë në Ferizaj. Ai pretendon që u godit 3 herë me shuplak, ndërsa zyrtari që pretendohet se e kreu aktin, vazhdon të punoj. Kemi kërku llogarin nga policia e Kosovës për këtë ngjarje. Policia e Ferizajt nuk ka pranuar me dalë para kamerës edhe me sqaru situatën. Të vetmën përgjigje, ata na e kanë dhënë me shkrim dhe aty kanë konfirmuar se çështja është duke u hetuar nga IPK-ja.